Edi Rama ka planifikuar të arrijë së paku 80 mandate së bashku me aleatët, retorikë që e përdor non-stop në daljet e tij disa herë në ditë. E gjitha kjo nuk është thjesht për atë që thotë që të jepet mesazh Brukselit se shqiptarët e duan shumë anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Shkaku i vërtetë është që të blindoj veten për ndonjë proçk që mund t'i bëjnë ndërkombëtarët apo edhe drejtësiere. Rama kërkon që ta quajë mandatin e gjerë si një arritje e posaçme personale, duke mos e ndarë me asnjë politikan tjetër, sidomos tani që partinë ka spastruar nga konkurrentët e mundshëm. Shefi i shumicës qeverisë po e bën pasi është në dieni të një plani të ndërkombëtarëve për të mbështetur një mazhorancë të re pas zgjedhjeve të 11 majit, siç mësohet gjermanët më shumë, por edhe kancelarit të tjera europiane si Franca apo edhe Hollanda kanë marrë këshilla nga diplomatët e tyre këtu se duhen mbështetur politikanë të rinj. Arsyeja është shumë e qartë, atyre nuk u pëlqen mënyra e Edi Ramës për të kontrolluar gjithçka, si edhe aleancat e tij të sikletshme me politikan problematik dhe autoritar si Erdogan, Orban apo edhe Meloni. Kancelari në ardhje i Gjermanisë Friedrich Merz bëri të ditur qartë dhe prerë se do të nisin masat e forta ndaj Viktor Orban, ndërkohë që një ditë më parë një aleate e Putinit në Francë, Marine Le Pen, u dënua nga një gjykat franceze për të qëndruar jashtë politikës 5 vite. Këto janë lëvizje të forta që e kanë trazuar shumë Edi Ramën, i cili e di mirë se sa bezdije kanë kancelarit dhe diplomatët europianë në Tiranë dhe Bruksel. Plani europian është që në Shqipëri të formohet një shumicë e gjerë pro-BE, e cila me nxitjen e tyre të formojë një qeveri koalicioni që të kryej reforma, të blindoj spakun dhe të pastroj politikën. Qeveria do të jetë padyshim pa Edi Ramën, por e mbështetur politikisht nga grupi i PS-s në kuvend. Në momentin që Babloku nuk do të jetë kryeminist, atëherë dalja e tij në pension do të jetë shumë e shpejtë dhe më e lehtë. Qoftë me hir nëse pranon një tërheqje të buta apo edhe me pa hir siç vepruan me Sali Berishën. Ndërkaq ky i fundit nuk ka asnjë shpresë që të mbijetojë pas 11 majit, sidomos me një lëvizje të fortë nga mazhoranca. Të gjitha këto plane Edi Rama i ka ditur me kohë, ndaj dhe ka vepruar për të çuar në spak me anë të letrave të përgatitura nga njerëzit e tij shumë bashkëpunëtor, duke përfunduar me kryebashkiakun Veliaj. Nëse merr 80 vota, plani europian do të ishte mjaft më i vështirë edhe pse jo i pamundur. Një nxitje për ngritjen e Lulzim Bashës, si edhe të partive të tjera janë bërë me ndihmën e fortë europiane, sidomos gjermane. Ministri i jashtëm i Gjermanisë apo kreu i Komisionit të Jashtëm pritet të bëhet Günther Kriechbaum, i cili e njeh shumë mirë Shqipërinë dhe ka tentuar edhe para 2021-shit për të dobësuar Ramën, por që në fund doli që të forcohet edhe Sali Berisha. Nëse qeveria gjermane do të ndërtohet para pashkëve, pra më 20 prill, ka shumë mundësi të kemi një qendrim të fortë dhe të prerë të Berlinit zyrtar për çështjen e zgjedhjeve të Shqipërisë dhe rinovimin e politikës nga e para.